Në qetësinë e një nate të gjatë, Arbeni ndjeu boshllëkun që përhapej brenda shpirtit të tij. Kishte vite që kërkonte kuptim, por çdo rrugë dukej se e çonte në më shumë pyetje se sa përgjigje. Ai shikoi nga qielli dhe përshpriti. Nëse je atje, më dëgjo. Në atë moment, diçka ndodhi. Një ngrohësi e butë përshkoi trupin e tij, si dritë që dëpërtonte në errësirë. Një zë i qetë, por i fortë, u dëgjua brenda mendjes së tij. Unë jam këtu, gjithmonë kam qenë. Arbeni u trondit. Kush je ti? Pyeti me frikë dhe kureshtje. Jam Zoti dhe ti më ke thirrur me zemrën tënde. Lot i mbushën syt. Ai e kuptoi se nuk ishte më vetëm. Një bisedë hyjnore sapo kishte filluar. Një bisedë që do ta ndryshonte për jetë. Në atë natë, universi kishte folur përmes heshtjes, dhe njeriu më në fund kishte dëgjuar. Arbeni ngjeu frikë, por edhe një ndjenjë të fortë qetësie. Zot, pse nuk të kam dëgjuar më parë? Pyeti ai. Zëri hyjnor u përgjigj, sepse zemra jote ishte zhurmë. Ti kërkoje përgjigje në botën e jashtme, por unë jetoj brenda teje. Vetëm në heshtje mund të më dëgjosh. Fjalët depërtuan thellë në shpirtin e tij. Ai kuptoi se kishte jetuar duke ndjekur pritjet e të tjerëve, duke harruar zërin e vet të brendshëm. Pra, paqja që kërkoj, është brenda meje? Po, biri im, paqja nuk gjendet në pasuri apo famë. Ajo gjendet në praninë time, në dashurinë që ndan dhe në mirësinë që jep. Arbeni uli kokën dhe ndjeu një lotë që i rshkiti faqeve. Për herë të parë, zemra e tij ndjeu një dritë që nuk vinte nga dielli, por nga vetë shpirti i tij. Arbeni pyeti, Zot, pse kaq shumë dhimbje në botë? Pse vuajnë njerëzit të mirë? Zëri hyjnor u bë i butë, si era mbi ujë. Dhimbja nuk është ndëshkim, është udhëzim. Ajo të zgjon, të mëson, të pastron. Ashtu si zjarri pastron arin, edhe shpirtin e njeriut e pastron sprova. Arbeni e dëgjoi në heshtje. Ai kujtoi momentet e errëta të jetës së tij, humbjet, zhgënjimet, vetmin, dhe papritur kuptoi se çdo plag kishte sjell një mësim, çdo fund kishte hapur një derë të re. Pra, edhe dhimbja është dashuri? Pyeti ai. Po, tha Zoti. Dashuria ime nuk të lë aty ku je, ajo të shtyn të rritesh. Kur e kupton këtë, çdo lot kthehet në dritë. Dashuria, tha Zoti, nuk është ndjenja që vjen dhe ikën. Ajo është fryma ime brenda çdo krijese. Kur e do dik me zemër të pastër, ti shes Zotin në të. Arbeni njiu si zemra i zgjerohej. A është dashuria gjithmonë pa kushte? Po, sepse dashuria e vërtet nuk kërkon, ajo jep. Ajo nuk lidh, por liron. Arbeni kuptoi se dashuria që kishte kërkuar gjithë jetën në shpirtin e tij, jo në të tjerët. Zoti tha, kur hesht, unë flas. Bota është zhurmë, por unë jam me qetësinë që harron. Arbeni nisi të meditoj çdo mëngjes. Në heshtje ai ndjeu praninë e Zotit jo si fjalë, por si ndjenjë. Ai kuptoi se Zoti nuk qëndron në tempuj të largët, por në frymëmarrjen e shpirtit. Falja nuk është për ata që të lënduan, por për shpirtin tënd, tha Zoti. Arbeni kujtoi plagët e vjetra. Ai kuptoi se çdo urrëtie ishte një zinxhir. Kur tha, unë fal, njosi kur qindra kilogram u hoqën nga zemra e tij. Zoti i tha, tani e gati të ecësh në dritë. Besimi fillon kur arsyeja ndalon, tha Zoti. Nuk mund të më shohësh, por mund të më ndjesh. Arbeni mësoi të besonte në dritën që nuk e shihte. Çdo herë që dyshonte, ai dëgjonte një fjalë të butë brenda. Unë jam këtu. Zoti tha, shërimi nuk është vetëm për trupin, por për shpirtin. Kur fal, kur dashuron, ti shërohesh. Arbeni filloi të ndjejë një energji të re, paqen që kishte kërkuar gjithë jetën. Mos kërko dritën, bëhu dritë, tha Zoti. Arbeni filloi të ndihmonte të tjerët pa pritur asgjë. Sa më shumë jepte, aq më shumë ndjente praninë e Zotit. Kohën e kam krijuar që ti të kuptosh përjetësinë, tha Zoti. Arbeni kuptoi se çdo moment është i shenjtë. Nuk ka vonesë kur ecën me besim. Arbeni hapi sytë dhe pa botën me një dritë të re. Ai nuk kërkonte më Zotin, sepse tashmë e mbante brenda. Zemra e tij rahu në ritmin e paqes dhe dashurisë. Në fund një zë i butë i tha,
Tani shpërndaje këtë dritë me të tjerët, një rrugëtim shpirtëror që kujton çdo shpirt. Zoti nuk flet me fjalë, ai flet me jetën vet.